Rovena Stefa ndan prapaskena të veçanta me Atillën nga klipi i ri për një dashuri. Pas publikimit të baladës së saj më të re për një dashuri, këngëtarja e njohur Rovena Stefa ka ndarë me ndjekësit disa momente ekskluzive nga prapaskenat e videoklipit, që tashmë po qarkullon gjerësisht në rrjetet sociale. Në disa fotografi të publikuara në Instagram, Rovena shfaqet mjaft e afërt me Atilla Kardesh, ish-banorin e Big Brother VIP Kosova 3 dhe protagonistin mashkull të klipit. Në imazhet që po tërheqin vëmendje, dyshja duken përqafuar, duke shkëmbyer buzëqeshje dhe shikime të ngrohta, çka ka nxitur edhe më tej spekulimet për një raport më të thellë mes tyre jashtë skenës. Dashuri dhe art në çdo detaj, shkruan Rovena në përshkrimin e postimit, duke shtuar më shumë kuriozitet mes fansave. Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar. Shumë ndjekës janë shprehur të intriguar nga afrimiteti mes Rovena Stefës dhe Atillës, duke u pyetur nëse kjo marrëdhënie ka tejkaluar kufijtë e një bashkëpunimi artistik. Spekulimet janë intensifikuar sidomos pas afrimit të tyre gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother Kosova. Megjithatë, prezenca e Atillës në videoklip nuk ka kaluar pa polemika. Një pjesë e publikut ka reaguar negativisht për shkak të akuzave të mëparshme për dhunë në familje nga ish-bashkëshortja e tij, Drenusha Latifi, e cila gjithashtu ishte pjesë e edicionit të tretë të Big Brother Kosova. Pavarësisht komenteve të shumta, Rovena mbetet e përqendruar në promovimin e projektit të saj të ri muzikor, ndërsa ndjekësit vazhdojnë të ndajnë mendime të ndryshme, nga përkrahja entuziaste deri te kritikat për zgjedhjet e saj artistike.